Në heshtje nis një betejë që nuk shihet mes dhimbjes dhe rikthimit. Mes shkencës dhe përvojës, trupi gjen rrugën e tij. Atë rrugtimi im si fizioterapeut ose ajo që më ka shtyr për me regjistru fakultetin e fizioterapisë, ka qenë shoku im i ngushtë, një doktor, i cili në kohën kur unë kam mbaru shkollën e mesme, ka pas një problematik në pjesën e nervit facial. Aty më ka lind ideja që të merrem me një pjesë mjekësisë. Me mjekësinë e kam pas gjithmonë në qef, mirë po fizioterapinë e kam eksperimentu qysh pas shkollës mesme. Atëherë në kuadër të trajtimit fizioterapeutik, rastet më të shpeshta në Kosovë janë përgjithësi në Kosovë, janë rastet e dhimbjeve osteomuskulare në regionin e qafës dhe të shpinës. Konkretisht unë më shumë punoj me kokëdhimbjet, zakonisht pjesën unilaterale, mirë po dhimbjet me natyra të ndryshme në pjesët e nyjeve të supit, brylit, artikulacionit koksofemoral dhe kështu me radhë. Çdo lëvizje është përpjekje. Çdo përpjekje një hap përpara. Atëherë, kur fillojmë ne trajtimin për një pacient i cili vije për herë të parë, fillimisht e bëjmë një ekzaminim specifik për natyrën e problemit se çfarë ka, shohim historinë mjekësore që ai ka, i bëjmë testet specifike fizioterapeutike, bëjmë një plan rehabilitues me çfarë teknika fizioterapeutike do të vendosin të punojmë me atë pacient dhe në bazë të asaj pastaj fillon procedura trajtimit terapeutik. Trajtimi ndryshon nga personi në person. Secili person pas ekzaminimit specifik i rekomandohet edhe kohëzgjatja e trajtimit, sepse asnjë person nuk është i njëjtë. Disa ka nevojë për 5 trajtime fizioterapeutike, disa ka nevojë për 7 trajtime fizioterapeutike, por në përgjithësi te pacientët ne fillimisht i rekomandojmë 3 seancat e parë. Nëse në 3 seancat e parë ai merr një feedback pozitiv dhe gjendja e tij fillon duke u përmirësuar, atëherë ne rekomandojmë zgjatjen e trajtimeve terapeutike. Natyrisht, jo të secili person rekomandohet 2 herë në javë ose 3 herë në javë, pas ekzaminimit specifik, ne e bëjmë edhe rekomandimin se sa trajtime do të bëhen brenda javës. Atëherë në fizioterapi ne përdorim teknika të ndryshme fizioterapeutike. Gjithmonë edhe me student e shpjegoj që pas përfundimit të shkollimit shumë e rëndësishme është avancimi profesional dhe ndjekja trajnimeve të ndryshme. Në kuadër të avancimit profesional unë kam përfunduar trajnimet për kiropraktik, osteopati, dry needling, janë teknika specifike të cilat e rritin cilësinë e punës. Përveç trajtimeve fizioterapeutike, ne i kemi edhe aparaturat të cilat i përdorim këtu. Është shockwave terapia, një teknikë shumë e sofistikuar, cila përdoret te kalcifikatet e ndryshme, te dhimbjet muskulare, superinduktive ose magnetoterapin, e cila po ashtu është një pajisje që ka deportim jashtëzakonisht të thellë dhe është terapi regeneruese, është tekarterapia, e cila po ashtu është një teknikë shumë e mirë që përçon rrezet në thellësi ose është me termi shumë thellë. Pastaj kemi procedura tjera terapeutike si elektroterapia, akupunktura të cilën e përdorimi po ashtu, dhe sfundi kemi marrë një aparaturë specifike e cila është karrik magnetike ose stimulim magnetik për pelvic floor. Domethënë zona pelvikut është pjesa poshtme në trupin tonë, e cila në këtë karrik bëhet stimulimi direkt i kësaj pjese. Me këtë stimulim arrihet të bëhet kontraksion i asaj zone, ku shumica e njerëzve të cilët rrin ulur gjatë në karrike ose të cilat nuk e aktivizojnë shumë atë zonë, kanë probleme të ndryshme, si probleme me urinim, probleme me prolapse ose probleme të tjera me inkontinencë urinare. Me këtë karrik ne bëjmë stimulimin e kësaj zone, që për 28 minuta arrin të gjenerojë dikon rreth 12.000 kontraksione. Pra 12.000 kontraksione, një njeri normal nuk mund t'i kryejë për dikon rreth 18 vite. Kështu që është një stimulim jashtëzakonisht i mirë
dhe është një pajisje të cilën unë e kam sjell tash dhe është duke treguar rezultat mjaft mirë të pacientët. Dija nuk mbetet teori, ajo bëhet shërim. Po pyetje shumë e mirë sepse suksesi jonë varet edhe nga pacienti. Nëse pacienti ndëgjon këshillat tona fizioterapeutike, atëherë edhe trajtimi është jashtëzakonisht më i mirë. Rekomandimet e tona të gjithë pacientët janë sa më shumë aktivitet fizik, sa më shumë lëvizje, aq më pak dhimbje. Ajo që e potencoj vazhdimisht me pacient dhe që e kam si target personal është që në kuadër të trajtimit, nëse 10 deri në 15% arrim që ta ndryshojmë lifestyle-ën e pacientit, duke rekomandu ushtrime të ndryshme, duke rekomandu një korrigjim të ushqimit, duke rekomandu gjumë të mjaftueshëm, është trajtimi më i mirë që mund t'i bëjmë një pacienti. Rikthimi nuk ndodh me një herë, por fillon me besimin se çdo ditë mund të jetë më e mirë se e dieshmja. Këtu e kemi shtratin e traksionit. Traksioni është një teknikë e cila ndihmon dekomprimimin e pjesës lumbale, po ashtu edhe cervikale, ndihmon shumë te rastet ku kemi diskus herni dhe rekomandohet tërheqja në këtë formë. Sepse nuk trajtohet vetëm trupi, por jeta që vazhdon. Unë rekomandoj që gjithmonë pjesa e fizioterapisë shifet si prioritet. Jo që unë e bëj këtë punë, mirë po është një procedurë natyrale ku nuk përdoren barnat, përdoren metoda dhe teknike sofistikuara për trajtimin e trupit. Natyrisht, konsultat me mjek të tjerë janë shumë optimale. Mirë po, rekomandimi i mjekëve për fizioterapi do të jetë më i madh, sepse e shoh që shumë shpesh ndonjëherë hezitojnë për trajtime fizioterapeutike, jo ndoshta nga neglizhenca që e kanë për këtë profesion, mirë po fizioterapia është trend botëror ku së fundi të gjithë doktorët si kardiologët, si pulmologët, si ortopedët rekomandojnë pacientët për trajtim fizioterapeutik. Unë rekomandoj që mos neglizhohet dhimbja, po të trajtohet sa më herët. Dhe çdo rrugtim drejt shërimit fillon me një vendim. Të mos pranosh të jetosh me dhimbjen kur mund të rikthehesh te vetja.